Miratimi I projektit për ndërtimin e një resorti turistik në zonën e Bakës-Rrjodhit velipoi nga Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, ka rikthyer protestat e banorëve. Mëngjesin e kësaj të hëne ata kanë ndërprer punën e makinerive, duke shprehur shqetësimin dhe pakënaqësinë e tyre lidhur me projektin. Sipas banorëve, toka ku po zhvillohen punimet është pronë e trashëguar ndër breza dhe ata nuk janë të gatshëm ta lëshojnë pa një marrëveshje të drejtë me sipërmarrësin Bashkim Ulaj. Na kena letat në 2006 e kena me vendim gjykatet. Në 2008 Sali Berisha pas qit një ligj si kush I ka pronet e pazona I marrin pronet e vet. E kena me vendim gjyqësor Turrën prep. Jena takuar 5 fise me Bashkim Ulët, edhe nuk kena ra dokot në pazar. Ai ka thënë se nuk fillojnë punë pa u marrë vesh me ju. Pse vjen I vendim gjykatet me datën 16 si po thon këta zotnit. E me fillu punë natën, na nuk e dim gjam. Kjo tokë do të lahet me zjak, edhe nuk e lëshohet pa zjak. Me thonë drejtën, ne është dita e parë sot që e marrin vesh se këta kanë ardhur, sepse këta veprimet I kanë bërë natën, kanë ardhur natën dhe natën kanë fillu punë. Dhe sot mëngjes I kena pa duke punu, kështu që për momentin e kanë ndalu punën. Gjatë ardhjes, në vazhdim, do të kemi përplasje fizike. Bashkimi të rrim punë vetë e nëm punë tonë. Toka është e jona, edhe është e jona, e nuk është ati. Ose merret vesh, nëse ai është I Zoti me bë punën. Projekti parashikon ndërtimin e një kompleksi turistik multifunksional I përbërë nga 33 struktura akomoduese dhe shërbimi me objekte 3 deri në 10 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë. Në përbërje të resortit përfshihet gjithashtu një strukturë hoteliere me 1 dhe 3 kate mbi tokë, si dhe disa ndërtesa me funksion social dhe kulturor.